إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu i plotfuqishëm s'ka askush që mund ta humbë, dhe atë që Allahu i madhruar e devion s'ka askush që mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, i cili është një i vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i tij i fundit, i cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, sot do t'ju flas për një gjendje që prek të gjithë ne pa e kuptuar. Fjala është për gafletin, pakujdesin. Dhe ky është një armik i heshtur i zemrave tona, që vjen ngadal dhe shpesh edhe nuk e kuptojmë praninë e tij në zemra. Fillimisht ta kuptojmë se çfarë është gafleti dhe çfarë kuptojmë me këtë term që e përdorim edhe në gjuhën e popullit. Gafleti është një rrethon, nuk gabojmë ta quajmë edhe smundje, në cilën zemra fillon të preokupohet me disa gjëra tjera dhe e harron atë që është më prioritare dhe më esenciale, ajo është do thot praninë e Zotit të Madhërisëm dhe ahiretin në përgjithësi. Në anën tjetër, vëllezër të nderuar, Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famlar ka fol për këtë rrethon edhe për këtë situatë në shumë vende, në shumë ajete në Kur'anin famlar. Fillimisht Zoti i Madhërisëm kur e përmend gafletin, tregon se kjo është karakteristikë e jo besimtarëve, atyre që nuk besojnë Zotin. Po gjithashtu në shumë ajete tërheq vërejtjen Zoti i Madhërisëm që të kemi kujdes se edhe besimtari mund të kaplohet nga kjo. Dëgjoni çfarë thot Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famlar në surën Ar-Rum ajeti 7. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Përkthimi, po thot Zoti i Madhërisëm, pra në këtë rast po flet për jo besimtarët, po thot ata i din anën e jashtme dhe sipërfaqësore të kësaj dynjaje, kanë njohuri në këtë fushë, ndërsa ndaj botës tjetër janë gafil, janë të pakujdesshëm. Apo e shihni të nderuar vëllezër se si Zoti i Madhërisëm aq bukur dhe aq jashtëzakonshëm e përshkruan gjendjen edhe rrethonën e këtyre njerëzve në përgjithësi. Pra, nuk mohon diturinë, ndaj domthonjë diturinë që ata e posedojnë, nuk e mohon. Madje në rand të parë edhe nuk i qorton për këtë dituri. Pra nuk është diçka e refuzuese në formë të përgjithshme. Po njohuritë e kësaj dynjaje, po thot Zoti i Madhërisëm i din shumë mirë biznesin, pasurinë, se si fitohet, si realizohet fitimi, si arrihet karriera, njohuritë ndryshme teknologjike e kështu me radhë, i njohin po shumë mirë këto dituri dhe kanë aftësi të shumta në këto fusha. Por në çështjet e botës tjetër dhe në çështjet që kanë bëjnë me ardhmërinë e tyre pas kësaj dynjaje, këtu janë gaflet, këtu janë do thot në pakujdesi. Dhe kështu e përshkruan Zoti i Madhërisëm, ashtu që tregon apo shumë bukur e ka përshkruar edhe Abdullah ibn Abbasi kur e përcjell apo e komenton këtë pjesë të ajetit, thot
janë ignoranta, gjahil në aspektet e dunjas, të ahiretit. Pra, në punë dunjas kanë shumë njohuri, janë eksperta dhe kanë shumë aftësi, po në çështjet e botës tjetër dhe njohurive që ju vijnë atyre për të shpëtuar dhe për të qenë nga të shpëtuarit, pra janë gjahil, janë ignoranta, nuk kanë njohuri në këtë fushë. E nëse këshyrum këtë diagnostifikim të rrethanës edhe gjendjes së këtyre njerëzve, vëllezër të nderuar, fatkeqësisht shumë edhe prej neve, besimtarve, ju përgjasojmë edhe jemi në këtë gjendje. Fatkeqësisht shumë prej muslimanëve dhe atyre njerëzve që i thujnë vetës musliman, pra kanë njohuri të thukta dhe të shumta që kanë bëjnë me njohuritë e kësaj dynjaje, por kur vjen puna te ahireti dhe gjërat që kanë bëjnë me fenë e tyre, këtu i sheh që janë të pakujdesshëm dhe janë në një gaflet, dikush më shumë edhe dikush më pak, e fatkeqësisht kjo rrethanë edhe kjo gjendje është e përafërt, pra me atë që po i përshkruan Zoti i Madhërisht në Kur'anin famlar. Prandaj problemi jonë neve besimtarë, muslimanëve në përgjithësi me gaflet nuk është se nuk besojmë, por se e harrojmë shpesh praninë e Zotit, fuqinë e Tij, diturinë e Tij në rrethana dhe në situata kur bashkëveprojmë, kur e zhvillojmë jetën në këtë dynja. Dhe kështu e humbim vetdijen dhe faktikisht e preokupojmë veten tonë me gjëra të kësaj natyre dhe e harrojmë atë që është esenciale, kujtimin e Zotit në përgjithësi. Do ta përshkruajmë me një shembull shumë thjesht, që të kuptojmë si është gjendja jonë. E keni pa aeroplani kur fluturon, piloti e ka një pull apo një buton që e shtyp dhe e kalon, e vendos aeroplanin, i thuhet në autopilot, pra që ai vetë me ecë. Edhe ecë aeroplani vetë. Në rrethanën e gafletit edhe ne në një formë apo ndryshe, çka bëjmë? Heqim dorë që zemrën ta udhëheqim me vetdijen tonë. Edhe ja dorëzojmë diçka tjetër që ai ta udhëheq. Por dallimi qëndron në atë aspekt se autopilotin vetvete e ka GPS-in dhe i ka koordinatat e qarta ku ka me shku dhe i përmbahet asaj një kohë caktuar derisa piloti pra e lën në atë pozitë. Por ne kur ja dorëzojmë zemrën tonë, shpirtin tonë, ja dorëzojmë epsheve tona, shprehive tona, zakoneve jo të mira tona, edhe ja lojmë dorë këtyne gjana me na udhëheq zemrën tonë. Edhe heqim dorëna, jetojmë, do thot, e trajtojmë veten tonë, edhe në këtë formë pa ja dorëzojmë zemrën këtyre gjërave. E këto nuk janë të sigurta. Sikur se ai që e ka GPS-in autopiloti, edhe që faktikisht e drejton bazë asaj koordinatave që ja ka dhënë ata të cilët e kanë zbuluar këtë formë të udhëheqjes. E tek ne vëllezër të nderuar ndodhe kundërta. Pra nuk kemi sigurinë këtë, ja dorëzojmë zemrës tonë këtyne shprehive dhe zakoneve të cilat i kemi, pastaj e shohim veten duke pretenduar ne në ndërdijen tonë që jemi mirë, e shohim në një rrethanë që faktikisht destinacioni jonë është këtë dikun tjetër, jo aty ku kemi pretenduar apo synojmë me shku në përgjithësi. Prandaj edhe Ibnul Qayyimi me një rast kur flet për këtë rrethanë dhe për këtë situatë thot, mos mendoj që një i pakujdesshëm, një njeri që është gafil, edhe i kryen këto ritualet, pra e fal namazin, agjeron, bën veprime, po këto i bën jo me shpirt, po vetëm si rutinë, si shprehi të punëve të cilat i bën. Nëse i bën thot në këtë formë, është njëjtë sikur se ai njeri i cili synon me shku te shtëpia, por nuk është tues, është i ulun. Edhe thotë unë ku më rrin në shtëpi, po faktikisht nuk është duke i bërë veprimin e adekuat për me arrit në atë destinacion të cilën ai po e pretendon. Kështu e përshkruan Ibnul Qayyimi vëllezër të nderuar që njeriu me pas kujdes edhe
nëse don me kam prej atyre që vërtet është duke zhvilluar atë udhtim, duhet patjetër në çdo veprim, në çdo adhurim, në çdo ibadet të cilën e manifeston, me qenë i shoqëruar edhe vetdia e tij se këtë e bën duke pas parasysh praninë e Zotit Madhreshëm edhe fuqinë e tij në këto vepra, në këto adhurime në përgjithësi. Nëse namazi ynë, vëllezër të nderuar, adhurimi ynë, duaja jonë, të gjitha këto veprime bahen me gaflet, do thotë jo me duke qenë prezencë, vetdia jonë se këtë e bëjmë duke me bindje dhe duke pas parasysh praninë e Zotit Madhreshëm, atëherë nuk e kanë edhe efektin të cilën e synojmë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, al-qulubu aw'iyatun. Shikoni sa bukur e ka përshkruar edhe ka krahasu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po thot zemrat e njerëzve janë sikurse enët, sikurse ena, domthonë sikurse pjata, me thon kushtimisht. Thot faktikisht pjata përdoret për me vendos diçka, qoftë ujë apo gjell apo diçka që dojmë, në atë formë e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zemrën. Po është sikurse pjata që vendos në të diçka. Edhe zemra njëjtin formë është sikurse pjata, edhe vendosim ne në zemër gjëra të ndryshme. Edhe po thot disa prej këtyre zemrave janë më të afta për të mbajtur se sa të tjerat. Pra edhe zemrat nuk janë të gjitha të njëjta. Dallojnë, ka dallime në mes tyre. Edhe po vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ti kërkoni Allahut, kërkojini atij duke qenë të bindur në përgjigje. Duke qenë bindur në përgjigje ka kuptimin që njeriu me kanë fillimisht insistues ndaj Zotit Madhreshëm, duke pas parasysh fuqinë absolute të tij, edhe e bën duan edhe insiston në këtë, po gjithashtu e ka dhe kuptimin që njeriu me ba këtë lutje me vetdije të plot në praninë e Zotit Madhreshëm, edhe jo me gaflet, jo me pakujdesi. Për arsye se, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim, sepse Allahu nuk i përgjigjet lutjes së një robi që lutet me zemër gafil, me zemër të pakujdesshme. Allahu i Madhreshëm, një besimtari i cili ngrit duart, apo e fal namazin, apo shkon ruku, apo shkon sejdë, edhe i thot ato lutje, Zoti është më i madh, ty qoft falënderimi Allah, edhe i kërkon qoftë i lartësuar Zoti që është më i madh në sejdë e kështu me radhë, dhe i thot këto, edhe veprimin e gjymtyrëve e bën, po në fakt zemra e tij është tjetërkund. E ka zemrën në biznes, apo në kerrin që ka me ble, apo shtëpinë që ka me bë, apo udhëtimin që ka me zhvillu, e gjërat ndryshme të kësaj dunjaje, po në fakt fizikisht është duke kryer atë ritual, por me gjendjen e tij të zemrës atë shpirtërore është dikun tjetër, po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atij njeri Allahu i Madhreshëm nuk i përgjigjet. Për arsye se nuk e ka bë kët me kët bindje dhe vetdije të plot që Allahu i Madhreshëm me ju përgjigj të tillit në këtë formë. Prandaj vëllezër të nderuar, të bëhemi nga ata të cilët vërtet e largojmë nga vetja jonë këtë rrethon, edhe e tham pak parës këtë smundje që faktikisht quhet smundje për arsye se vërtet nëse nuk jemi vigjilent dhe nuk jemi nga ata të cilët punojmë me veten tonë, edhe mundohemi me kalit zemrën tonë që me kanë në ritualet edhe adhurimet të cilat i bëjmë, duke pas parasysh praninë e Zotit të Madhreshëm, atëherë vërtet këto veprime mujna mi ba, por nuk e kemi shiju edhe esencen edhe shpirtin e këtyre adhurimeve në përgjithësi. Lusim Allahun e Madhreshëm me na bën nga ata që vërtet na ruan nga gafleti dhe na bëf prej atyre që përjetojnë adhurimin me një zemër të zgjuar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.